Në Vlorë, veçanërisht përgjatë sezonit veror, parkimet janë të pakta dhe nuk mjaftojnë për të parkuar automjetet. Kjo bën që në shumë blloqe banimi në qytetin bregdetar, makinat të parkojnë mbi trotuar. Situatë e tillë është evidente në lagjen Isa Boletini, aty ku me 10 mjete parkojnë duke zënë vendkalimin e këmbësorëve. Qytetarët, por edhe banorët e zonës tregojnë se kjo situatë i detyron këta të fundit të ecin më pas në rrugë, duke rrezikuar jetën nga makinat që ecin me shpejtësi. Ata tregojnë raste kur automjetet parkojnë duke zënë hyrjen e pallateve apo të shtëpive private, duke mos u lënë asnjë mundësi të dalin prej tyre. Sipas banorëve, për këtë situatë duhet të gjendet një zgjidhje e cila fillon nga ndërtimi i parkimeve për blloqet e banimit e deri te ndëshkimet për ata që thyen kodin rrugor. Po shumë problemesh. Si s'është problem të bllokosh rrugën e këmbësorëve, është problem i madh. Po kjo na detyron të lëm kokën pastaj. Apo jo? Duhet kaluar në rrugë, rrezikohet të shtyp mjeti, për plas bicikleta. Po policia bashkiake për mua s'do të di se edhe i pari qeverisë nuk do të di për neve. Na qonë miza dhe evo. Po, u shtypëm. Realiteti duhet ndryshuar sa më shpejt. Sa më shpejt duhet ndryshuar. Shikom, neve këtu për shembull kemi 35 vjet me ndonin famë se herë demokracia do bëjshim vërtet njësht. Ne këto 35 vjet më tepër na shkatëruan. Do me thënë neve nuk bëhemi dot. Jo nuk bëhemi dot. Nuk kemi qeveritar. Pse parkojnë mbi trotuar? Parkojnë se këtu është për shembull, si që bën ai forti, parkon, sepse ai na policia nuk ka frikfare. Ai zëmët doptin, një që pagon drita ujë hek zbar. Se kështu është ndërtuar sistemi tek neve. Po çfarë ju detyron kjo? Detyron të kalojnë rrugë? Shiko, çdo gjë i zoti shtëpisë e rregullon shtëpinë. Pse jashtë nuk e bëjnë të tërë, po keni punor jashtë ecin me rresht me rregulla. Ktu do me thënë çdo gjë është nga koka. Peshku qelbet nga koka. Kur një trotuar është i zënë, ju kaloni rrugë apo jo? Po, shumë të detyruar, ndaj bëjnë dhe aksidente. Jesh i rrezikuar? Jo të rrezikuar neve që ashtu, por për shembull një që është i paralizuar, moshatar, edhe moshatar jam. Po nuk jam atje, ose një me fëmijë të vogël, e kënde fëmia nuk di. Këtu gjithmonë duhet një gjë, sepse policia është kundra popullit, është vetëm me vjedhjen, është bashkë me pushtetarët. Pi trotuar, shumë bashkë pinës tuaj është kjo gjë. Po. Është problem. Kur nuk ka zgjidhje tjetër, është normale. Pse s'ka zgjidhje tjetër? Ku mund të çohen, ku mund të parkohen? Çfarë zgjidhje duhet të ishte vënë nga institucioni? Nuk e di, ato se di. Duhet më shumë parkingje? Po, patjetër se nuk ka vend që parkojnë aty. Ne kemi një zhitan edhe parkojnë edhe 1 kilometër larg shtëpisë. Po në rastin kur një i moshuar ose duan të kalojnë në trotuar dhe detyrojnë të kalojnë në rrugë, si janë rrezik? Ne për shumë gjëra ngarkojmë njëri tjetrin. Edhe shkarkojmë njëri tjetrin. S'ke që të më të janë marrëdhëniet që lindin ato problemet janë. Po do jesh i rrezikuar kur kalon rrugë? Po patjetër, nuk diskutojnë. Po në rrugë më kanë zënë portën anti makinat ja. Të gjitha makinat janë. Se shfaji këtyre shfaji kush e ka në dispozicion, kjo është rrugë e ngushtë, një kalimshe. Pse jipin në trotuar makinat, do kaloje para, do prapset e dyta, unë se marrë vesh. Një tabel, një kalimshe. A është e rrezikshme kjo për juve? Është që zalë do të me fëmijët. E përcjell fëmijën deri këtu që ikën për në shtëpi. Dërkohë ka zënë porta. Po, porta. Aty edhe ti bjesh borije sa të duash, s'lëvizina. Janë por ndonjë për këtë gjë? Jo. Po dikush me Absolutisht. karrocë dali ishim nga pallati të Zyrtarit. Urdhro? Si mund të dali dikush me karrocë nga pallati të Zyrtarit? Aha, unë kam të flas për shtëpinë time që e kam private këtu. Atë me një natë, një vajzë kishte makinën e pallatit këtu, bllokuar makinat aty. 2 orë pip, dilun, moj të bëftë nëna. Po e kanë lënë ata kanë ikur për të pirë tuti në autë ftohtë, i kam bllokuar këtu, atyri i thash, "Hajde nëna fly ose i kthrin në shtëpi." 2 orë lajmëroi policinë, erdhi ajo që merr makinat. Duhet të marrë unë them vetëm një tabel, një kalimshe të bëhet rruga këtu, se flas për rrugën time, nuk flas për më tutje. Çfarë shoh këtu? Një kalimshe kjo rrugë ngushtë këtu. S'ka nevojë për një vit këtej,
Një vjen këtja, do hipin trotuar njëra që të kaloj tjetra. Kjo situatë është e tillë dhe në shumë bloqe të tjera banimi, veçanërisht në ato të rehabilituara së fundmi. Në këto projekte është menduar për rrugën e këmbësorëve dhe të automjeteve, por jo për të ndërtuar aty parkime.